Po kalojmë tek pika e parë e mbledhjes së sotme të qeverisë, shqyrtimi i propozimit vendimit përfundimtar për shpronësim për interes publik të pronave të palojshme shoqërore për nevojat e ofruesit për shërbimet e navigacionit ajror të Republikës Kosovës, ish ashna, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ka propozuar për miratim vazhdimin e procedurave të shpronësimit të pronave të palojshme për nevojat e Agjencisë së Shërbimeve të Navigacionit Ajror në zonat kadastrale të Lipjanit, Rahovecit, Prishtinës dhe Mitrovicës së Jugut. Ky propozim vendim synon të mundsoj realizimin e projekteve me rëndësi për funksionimin dhe sigurinë e sistemit të navigacionit ajror në Republikën e Kosovës. Ministria ka konstatuar se janë përmbushur të gjitha procedurat dhe kriteret ligjore për procedimin e këtij vendimi, përfshirë dhe vlerësimin e trajtimin e pronave sipas legjislacionit fuqi. Miratimi i këtij vendimi do t'i hapte rrugë avancimit të infrastrukturës strategjike të aviacionit civil dhe përmirësimit të shërbimeve të navigacionit ajror në vend. Për më shumë, e ftoj Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, zonjën Fitore Pacolli Dalipi, që ta marrë fjalën. I nderuar kryeministër, të nderuar ministra, unë po propozoj vendimin për miratimin e vendimit përfundimtar për shpronësimin e pronave të palyshme pra ish shoqërore për nevojat e ofruesit të shërbimeve të navigacionit ajror të Republikës Kosovës. Ky projekt përfshin zonat kadastrale Vrell e Gollashit dhe Mirej në komunën e Lipjanit, Zatreq në komunën e Rahovecit, Mramar në komunën e Prishtinës dhe Bajgor në komunën e Mitrovicës së Jugut. Qëllimi i këtij vendimi është krijimi i kushteve për zhvillimin dhe funksionalizimin e infrastrukturës së navigacionit ajror që ndërlidhet drejt për drejt me sigurinë ajrore, modernizimin e shërbimeve dhe avancimin e kapaciteteve strategjike të Republikës së Kosovës, andaj kërkoj mbështetjen për miratimin e këtij vendimi. Faleminderit. Faleminderit Ministre Pacolli Dalipi, a do fjalën dikush për diskutim? Me që jo, atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet.